Indeksimi i pensioneve me 2.5% që hyri në fuqi me 1 tetor është pritur me shpresë nga pensionistët, të cilët e konsiderojnë një sinjal pozitiv se qeveria mund të ndërmarrë masa të tjera për rritjen e mëtejshme të pensioneve dhe për shpërblimin e kontributit të tyre ndër vite. Sipas tyre, ky hap është i domosdoshëm në kushtet kur çmimet e produkteve bazë po rriten me shpejtësi, duke e bërë jetesën çdo ditë më të vështirë. Kushtet në pension. Pse ka raport ndryshëm. Shtenet janë. Është që shtenet. Çmimet për zotin kanë rritë në stratosferë. Edhe nuk janë përballueshme hiç për ne pensionistët. Na jena me pensione të vogla, pavarësisht se kena punuar ka 45 vjet, dikush edhe në tunele, dikush edhe kur kena dalë me zi, kena marrë frymë prej gaznave, prej dinamitit e prej këtyne gjanave të rëna, i kena hjekte të në këta. Pensionit e kena shumë vogla, çmimet janë të rrituna dhe të papërballueshme. Shqyrë si ne i kena fëmijën jashtë në animojnë edhe kesh. Unë marrë 180.000 lekë pension të vjetëra, kam 36 vjetë pune, po kam dalë me reformën e partë. Pensionit s'ka të fajmë? Me 100.000 lekë pension, kam gru në pension. 100.000 lekë, e veri latë që i pindin në mujë. Qa ka me bo, edhe e kam shpi. E kam e përru shpi autorizore. Nejrë shpirin, u du që me bo në botë. Vetëm të alizu. Për ne pensionistët, shpimet janë nërtë sigurisht. Janë nërtë. As më tepër që tash është kulmi i prodhimit dhe i vjeljes. Zërzavateve, palët frutave, do të ishin më lirë. Kam punu 40 vjetë. Jam morë me fëmijë tanë jetën. Gjithka, ka mos. Pensioni është i po mjaftueshëm. E kam një farë pensionit, se rrjedhoj punë që kam bërë, por për jetë normale nuk është. Duhet ngrihet pensioni. As po tepër si po krijon disproporcion me rrogat, tash rrogat po ngrihen goxha. Pensionet janë ngritur 2.5%. Zarzavatet dhe frutat kanë pësuar një rritje të çmimesh që varion nga 20 deri në 30%, çka ndikon drejt për drejt në buxhetet e kufizuara të moshës së tretë. Megjithse rritja e fundit shihet si një hap pozitiv, pensionistët kërkojnë që ajo të mos mbetet e vetme, por të pasohet nga politika më të qëndrueshme që do të garantojnë një standard jetese më të mirë dhe më të denjë për ta.